Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit Allsat M, sikur çdo javë përsëri jena rikthyer apet me episodin e radhës të podcastit Lomba Alaudinit. E si çdo javë që kemi mesafir special, edhe këtë herë e kena zgjedhur një mesafir special. Kur tham special, është special për atë punën e vet që e bën. Pra, bëhet fjalë për një dostemin i cili me punën e vet që është e bë, po na bën krenar neve. E kush tjetër për pos Ferit Vejselit, trener i fitnessit, po ai tash do na shpjegon dhe do na elaboron edhe më mirë gjonat se si shkojnë rreth kësaj fushë. Ferit, mirë se erdhe Lëshkoman, hera e parë televizor dhe bashkë te unë. Mirë se ju gjeta, Laudin. Pikës pari faleminderit për ftesën që t'jam këtë podcast me juve dhe mi bashkë bisedu temat për të cilat janë pak si lloj të ndërlikuara në çështjen e futbollit, që nuk i bojnë shumë, nuk i hapin rëndësi, por le të themi sot e ka dëshmuar dhe shkenca dhe krejt që kanë më shumë të rëndësi në futbollin aktual në Maqedoni, kudo që unë të prezentova sigur fitness trainer, po tash për opinionin ose për shikust një shpjegim, do më thonë fitness trainer, kur e dëgjoni këtë fjalë mos t'ju shkon menja që Feridi është fitness trainer i fitnessit, që kur shkosh në fitness të kallzon për shembull 10 herë bench, 10 herë për kraha, biceps, triceps. Licencën që e ka Feridi, do më thonë njifët si term fitness trainer, se kjo fitness trainer do jetë kuptoni do më thonë vazhdim që përfshin shumë gjona në këtë sferë. Ferit, për shikust, vesh një blitz, kush është Ferit Vejseli? Po prezentona dhe njerë, unë jam Ferit Vejseli, trajneri kondicionit në ekipin e FC Shkupit, pashtu dhe jam edhe punoj si një arsimtar i edukatës fizike në shkollë fillore, jam i diplomuar në sport, pashtu i ndjek edhe ndjek masterin në atë sferë, në atë lëndë. Termi fitness coach, UEFA fitness coach është pakës si temi ndryshe ashtu si mendojnë të tjerët. Shkako që atje që e kom ndjekun e këtë licencim që kam qenë në Shqipëri, ku ka qenë me 4 bloqe, 4 module, të gjitha të përfshira nga UEFA. Dhe unë para se me shku atje, realisht tham e ku mendua dhe unë këtë fitness coach njësoj si të tjerët, por kur kam qenë atje, dhe me thanë, kur kum shku atje, e kum pas se gjithë shka është ndryshe dhe krejt ato që i kum pas si lloj më dyshje, si sene të trubullta, atje realisht i kum pa shumë ma qartë në fush, në palestre, në gjitha. E ke kuptu me thonë vërtetë se çka është. Definitivisht se fjala fitness coach është komplet ndryshe. Pse? Se du ta bëj krahasimin me fitness coach, UEFA fitness coach me atë për shembull me trajnerat të palestras, që ushtrojnë në palestër. Se kjo licencim nga UEFA fitness coach është më shumë në zhvillimin dhe është e lidhur me futbollin, direkt me futbollin. Çka do të thotë ajo? Duhet realisht ka edhe teori, po më shumë është praktik. Do me thonë, ka matje, ka testime, ka analizat stërvitjeve, monitorime, GPS-a. A mujna me thonë sikur lloj punim shkencor? Realisht më shumë se shkencor, se është diçka. Pasi që bëhet fjalë për hulumtime, do të thonë ti kur e merr limiton, ja mot aftësitë, çka mundet me bë, pulsin, frymarrjen, gjonat, për rekuperimin për sa mundet me bë. Fix. Ajo është
disa gjëra të shkurta për sa i përket asaj, ndërsa dallimi mes trajnerit të palestrës, si themi në palestër që ushtrojnë vetëm që miren me atë pjesë, dhe me fitness coach që miren me futbollin, është dallimi drastik, shkaku që pa i jo fyer, po pa i nënçmu ato që ushtrojnë për shembull palestër, po në palestër shembull ato ushtrojnë më shumë për estetik. Mund ta bëjmë një krahasim kështu, për shembull, UEFA Fitness Coach e ka për detyrë më shumë për gjendjen tonë të mbrëmshme me di gjona, kurse trajneri i fitnessit ose i palestrës që po thotë, që thonë për pjesën e jashtme, estetikë. Jashtme, forcës përgjithshme, estetikës dhe shumë larg futbollit. Çka është çështja e fitness coach nga UEFA? Është me rëndësi se e gjithë ajo të elaborohet sa më afër futbollit. Do me thonë, ka specifikat e veta, janë stërvitjet e veta që ti ja ban lojtarëve, fillojmë mas pari prej të matjet aerobike që janë ato për çështjen e kapacitetit aerobik, kondicionin, kërcimet, ka lloj matje. Por desha të them që është shumë dallim i madh, shkaku që është shumë më afër futbollit dhe lojës në ndeshje. Do me thonë, ti duhesh të përgatitesh për lojtarin stërvitjet që do ta ndihmojnë në ndeshje. Duhesh t'ja arritish aftësitë ndash aerobike, ndash forcën eksplozive, gjitha këto që nesër ai ti shen në lojë, në ndeshje. Këto janë që e dallojnë du të themi llojin e fitness coach. Fitness coach ka një rol të rëndësishëm edhe para lojës ose para ndeshjes të futbollit, me thonë, me që jenë qatë lëmi, para se me fillu ndeshja bëhen nxemjet. Edhe këtë pjesë ju takon juve me bëhe. Me një fjalë, kujdeseni edhe mirë mi nxej lojtarë që mos vire puna dhe të lëndimet, senet. Edhe ne themi si të nxejemi ashtu luajmë. Luajmë, a kupton. Domethënë është e ditur kjo. Realisht kjo çështja e nxemjes fillon shumë më herët se sa në fushë. Kjo është pak specifike se njerëzit mendojnë vetëm kur i shohin në fushë ka dalë, atëherë fillojnë më nxej. Po tash ka hec futbolli shumë para dhe i ka ato specifikat e veta që kërkon activation. Do me thonë duhet para pregaditje, i themi ne para nxemje. Qashtu. Pre-warm up. Do me thonë lojtarët fillojnë vetëm se në zhveshtore fillojnë me pjesën e nxemjes. Me pjesën e nxemjes ku kemi atje të bëjmë me elastika, me rolera që aktivizojnë muskujt që ku dalin pastaj në fush, mo dihet ajo. Këto mohabete që i thua, e di se ka, do me thonë, janë dy grupe të njerëzve se që shishojnë. Do me thonë, unë me që jam marrë me sport edhe e ti pak se që shkon procedura, i përmene rolerat, ta shishmine para lojës. Edhe e kisha një shok ofër. Edhe lojtarët e tonë përdërshin rolera. Edhe ki shok ja vonë, këshireve këto lojtarë farë kushteve, masazh para loje. Se realisht, pijash duket roleri sigur masazhet i bogunit, ose quadricepsit ose pjesëve trupit, edhe duket sigur masazh. Po realiteti është se ti detyru musklin qot pi gjumit. Fiks. E para, e dyta, prej se kanë dalë dhe kanë fillu të përdoren ato rolerat, elastiket, është rezultate drastike që janë minimizu lëndimet nga ndeshja. Ferit, je i pajisun me licencë të UEFA-s për fitness coach kategoria B. Si ka qenë rrugtimi o dete licenca? Sa e vështirë është të marrësh
një licencë si kjo po. që e posedon ti? Realisht, unë alko kum punu fillimisht të kategoritë e reja FC Shkupi. Realisht aty kum fillu karrierën time si trajner. Aty kam qenë gati 2 vite dhe prej aty ndodhi një fatkeqësi, do të them, nuk është fatkeqësi, po një ndryshim të stafit teknik i FC Shkupit të ekipës parë. Dhe ku atje u ndruan disa trajner, do të them komplet stafi, po mbet aty vetëm trajneri kryesor, i cili ishte në atë kohë Ernest Gjoka. Dhe kërkoshin nga kryesia klubit, kanë kërku një djalë të ri, nëse ka që e nje këtë punë, e don këtë punë, ka diçka një ri në pjesën e fitnessit, themi. Dhe tham drejtën, e kisha ofertën. Jo ofertën, po më mërë në telefon drejtori Emir Shabani, ku a ishte edhe shkaku kryesor që unë fillova me këtë punë të re, me këtë detyrë të re, edhe tek akademia, por edhe te ekipa e parë. Ma boni ofertën, kam bisedu me trenerin, ai i gatshëm, direkt në ligë të parë, ishte diçka për mu realisht. Mundësi e mirë. Pa tjetër, mundësi që s'duhet të refuzohesh. Dhe pranova, filluam shumë mirë, java parë, java dytë, super, por pas asaj shkuan ja 2 javë, 3 javë, pastaj fillova të interesojna më fell mi hi punë, si thëna ne. Po, mi përvjel kravat. Po, mi hi pak më fell se e dojsha edhe t'jam, sa ashtu jam në këtë fushat, ku ta marr një punë kam qef ta njoh atë punë dhe të di për atë punë që e ban. Jo vetëm të dalë t'i nxefi lojtarët, apo du t'i hi fella se punë. Thelbin do me adit. Po, du thelbin që mos të ketë nesër, a kupton, ndonjë gabim ose se një ekip parë është përgjegjësia shumë e madhe, se ka ambicie klubi të mëdhaja, ka harxime këto këtë mirën parasysh pastaj. Dhe mu bo një ofert, atëherë nuk këtu në Maqedoninë e Veriut nuk kishte asnjë lloj licence nga UEFA për fitness coach. Dhe ishte një mundësi vetëm në Shqipëri, në Tiranë. Po për fat mirë, atje që konkurova une, i përmbusha normal kërkesat dhe isha i kualifikum, se normal edhe atje kërkoshin kualifikim, kush je tek je, a ki njohuri me këtë sport, a i diplomuar në sport, që është kjo shumë mirë, që ka kësi kërkesa që mos mund të hynë çdo kush. Çdo kush, po. Me në fjale pas kënë këshirë mirë si vinë, backgroundi që ke bo. Po, gjithë shka. Dhe më ardh informata që jam i pranuar, dhe për këtë sen tash e falimderoj edhe njerë publikisht trajnerin, sa i ka qenë i pari që ma ka mundësu këtë ofert, Ernest Gjoka, dhe mora atë informatën që jam i pranuar, dhe me njëherë mas një muajt shkova e ndjeka blokun e parë në Shqipëri, vend pak më larg me kilometra, por atje kur shkova realisht njoftova shumë shok të mirë, bashk trener të mirë. Moduli parë ishte më shumë në teori. Dhe pastaj i kishim 4 module, do me thonë çdo muaj kam u ka dash me shku ka 5 dit, 6 dit me qenë në Shqipëri, që për mi ndjekën këto kurset, po, me 4 module, dhe në fund 4 modul ka qenë normalisht ai testimi që e kemi bo me shkrim, që më në fund edhe ati dola pozitiv dhe
shumë shpejt u pajisa me atë licencë dhe jam ndër të partë në Maqedoninë. Çfarë kështë ta? Je një ndër të partë thotë që, partë. domethënë shkup që je ose po thënë në Maqedoninë e Veriut që e ke këtë licencë? Po, nga UEFA. Ka licenca, po nuk janë të verifikuara nga UEFA. Domethënë me këtë licencë nga UEFA ti i ki dyert të hapura kudo që shkon në Evropë se e njeh se është nga UEFA. Po. Dhe gjatë rrugtimit në Shqipëri atje realisht kum pas fatin të mësoj dhe të ndëgjoj nga trajnera botëror, nga trajnera me renome, me karriera të hatashme, sikur që kanë qenë trajnera në Lazio, në Napoli, kampiona në Napoli, në Juventus e shumë ekipa gjigante dhe kur i ndëgjojshe për shembull ato profesorët duke spjegu dhe duke tregu se si ato kanë stërvitur lojtar me renome që në ndoshta vesh në televizor i kena, po fix. Realisht u ndishe shumë edhe me fat, po edhe syt 4 vesht 4 ndëgjim shikim që ishte realisht shumë e mirë për mu dhe jam shumë e fat që kam qenë atje dhe jam shumë i kënaqur nga kjo. Atë ka ndodhur dhe ty se për shembull për veti kun pas raste me punu po folin lëmin teme në aspekt të mediave, rrjeteve sociale, kur e merr një ta ka kallzu x personi një punë edhe ti e vren që e bën me shumë profesionalizëm, që ti menja s'ta merr se çish e ka lidh, çish e ka bëu atë punë, edhe ti e mëson ato. Kur vjen me praktiku këtu edhe kur i shet tjertë çish e bëjnë me mungesa, a vrejnë minjera të mungesat, çka janë të bove? Unë mas pari vetë kritik jam, se kur u ktheva prej atje, unë e pas që këtu shka kum punu, gjithçka gabim. Gjithçka tash Mangi, edhe kur shkova atje isha tash krejt, gjithçka kisha si trubullt, dhe kur shkova atje fillova të shoh më larg, më pastërt, më mirë, më sakt, më thellë. Kupton? Dhe kur erdha këtu, pastaj fillova që t'i ndryshoj edhe une, me njëherë stërvitjet, të kam kujdes në ngarkesa, se siç dihet edhe në javë, në një mikrocikël javor, kemi ndeshje në fund të javës. Dhe duhet ta dish ta definosh dhe ta si themi ti bësh statistikat çdo stërvitjes që ta kesh gati ekipën për ndeshjen në fund të javës. Se aty bëhen gabimet më të mëdha, për çat janë këto licencat që ti e din cilën ditë duhesh me ritmin, cilën ditë duhesh me ul ritmin, jo mi munu shumë. Rikuperimin është seni më kryesor, kur duhet mu bo, si duhet mu bo. Këto janë specifikat që dallojnë. A di ku e vrej une që ju si për shembull si fitness coach që jeni, keni një rol të madh te ekipa, X ekipe, po kudo që keni detyrë. Për shembull, fatmirësisht tutena është më e lehtë puna e ndeshjeve se një ekip i futbollit apo një ekip i basketbollit e ka një ndeshje në javë. Në fund javës është ndeshja, një javë ka përgatitje deri, po mendoj 6 ditë ka përgatitje, 7 ditë është ndeshja. Në Amerikë, po foli për basketbol, në NBA, çdo ditë ka lojë. Domethënë nëse fitness coachi nuk është i mirë me rekuperu ekipën, kretë është rekuperimi alko. Realisht. Ekipa për toke. Realisht. Domethënë trupi njërit s'mund me përballu. 2 ndeshje, e kam fjallën çdo ditë ndeshje. Por atë që aty mund me bo krahasime njerëzit që fitness treneri ka një rol të madh në ekip. Kyç. Ajde, mund më dhimni se fatkeqësisht jeni mas perdeve jo. Fiks, mas skena, edhe mat uryerit kur s'ka rezultate. Realisht. Okej, çka e dallon një trener kondicional me licencë UEFA-s edhe me ato që s'e kanë licencën?
Më thash, specifikat alko se më shumë miremi me monitorime, me testime në fush, jashtë fushës, se si duhet ta përgatitesh stërvitjen një ditore, javore, mujore, e kështu me radhë. Këto janë specifikat që trajneri palestrës, trajneri palestrës këtu dallojmë. Thash, trajneri palestrës është më shumë në atë formën e estetikës dhe në forcën e përgjithshme. Se duhet patjetër të dish edhe ngarkesën sa t'ja bësh lojtarit, se pastaj vinë lëndimet, vinë zgjatjet, vinë ngarkesa e madhe, ta bje lëndimin. E qartë. Kur flasim për përgatitje fizike, çka është një gabim për shembull që e bëjnë lojtarët? Gabim se me sa mujt me vret dohet ju pritojnë pak këtive gjonave, di? Këshire. Ma shumë në armat mentalitetin, apo na jep topin të luju. Po për qatë thash, këshire, mendoj që gabimi kyç është lojtarët, po flas për ligën tonë, Maqedoni, se këtu ku mujt me pa ma shumë, që nuk i japin rëndësi stërvitjeve individuale. Do me thonë, me një stërvitje ditore është shumë zor. Mendoj që e kanë kryet. E kanë kry. A kur gjë nuk është kry. E para është, ajo e dyta, gabimi i dytë mendoj që është rikuperimi. Duhet të kujdesen seni kyç është rikuperimi. Dhe pastaj gjumi, ushqimi, patjetër. Por nëse një lojtar mendon që mas stërvitjes është kry stërvitja, aja atër ka gabu. Se për shembull ka arë stërvitje, e ki ngarkuti me diçka tran, ka pas diçka stërvitje tran, po thomi atë dit ka pas diçka palestër, ai ka qenë atë dit tepër i ngarkum dhe pas asaj dit ai ka shku në shtëpi, nuk i ka bo rikuperimin e dur, nuk i ka morë vitaminat që duhen, ushqimin e duhur, dhe nuk u ka kujdes për rikuperimin dhe pastaj të nesërmit trening ai ka ardhur i lodhur, me jo performancë 100%. Jo, për 30% bje performanca kur nuk bëhet rikuperimi i mirë dhe kur nuk është ushqimi i mirë. Unë tham, këto dy gabime, menoj që anashkalojnë stërvitjet individuale dhe rikuperimin. Duhet me pas kujdes patjetër se nuk mbaron kur gjë mbas nuk ka mbas stërvitjes vazhdon patjetër. Po, nuk është gjithçka për rikuperim vetëm gjumi. Do të thonë, e luni rol kyç, po duhet pak edhe ushqimi, vitaminat. 70% shkencarisht është rol kryesor gjumi e ka. Nëse nuk fle mirë, nuk e bën gjumin mirë, pastaj i bashkangjitet edhe ushqimi, patjetër, atëherë nuk je rikuperu mirë. Ti edhe vetë, për shembull, ke qenë edhe sportist, kur ke ushtru diçka çështjet palestrës. Edhe ti ki shku në shtëpi, ki bo ala palestrë në shtëpi, ose ki bo sklejka, ose diçka, ki ngarku trupin, kur dojnë ana ai muskull mu rrit ose mu forcu. Kur? Normalisht që kur pushon, kur të flenë, atëherë është trupi i qetë, muskulli është i qetë dhe atëherë mundet me marrë atë formën e dur dhe atëherë ka arritje, mendoj. Do me thonë, kombinim, gjumi, ushqimi, patjetër. Këto janë dy kryesora, pa këto nuk bën. Po mirë, a mendo se klubet tona investojnë mjaftueshëm në trajnerat e fitnessit? Këshire, realisht profesional po foli. Alko, realisht tham këtu te neve në Maqedoni kemi fillu pakës të vedisohemi dhe të japin hapësirë në këtë aspekt, se thash ato
në këtë pjesën e kondicionale të investosh, nuk është shpenzim, por është investim i duhur. E kupton? Po. Duhet pa tjetër, do me thonë. Pastaj hyjnë në rol ati infrastruktura, pajisjet, a i kemi kushtet, as i kemi, ajo është Tjetër sen. po. Sa më i mirë që është kondicioni i ekipit, aq më të mira janë dhe janë më afatgjate rezultatet gjatë sezonit. Shumë e qartë ke kjo që e thove. E ki sos për si vjetë. Të lidhëm bashk. Po. Për momentin je aktiv në klub. Po. Si është bashkëpunimi yt me trajnerin kryesor? Sa hapësirë ki për të vendosur në aspekt fizik të lojtarët? Them drejtën, bashkëpunimi është deri tash dhe ka qenë çdo trajner profesional, i koordinuar nga të dy anët. Ne funksionojmë si një staf ku çdo njani i ka ato detyrat e veta që në fund i zbaton dhe në fund të ditës dhe fund të stërvitjes e shohim që ai kemi arritur ato kërkesa që neve i kemi pas në synim, po dhe mbas të mikrociklit javor dhe stërvitor. E qartë. A ka pas ndonjë lojtar që i ke bërë ndryshim ekstrem fizik me trajnimet e tua? Po, realisht kam punuar me krejt lojtarët dhe për hir të vërtetës ka pas ndryshime prej në fillim të sezonit deri më tash, po edhe në aspektin e kondicionit, çështjet aerobike, kapacitetit aerobik, po muj me cek si një shembull që ka qenë një sulmues, e kemi një sulmues, dhe me thonë mbas testit counter movement jump, e ka pas në fillim me 28 cm kërcimin, mrenda 5 jave, temi 6 jave, ka dal deri në 32 cm kërcimin, që është rrit drastik. Edhe kjo është një shembull konkret që i kam edhe matjet, po tash si një shembull vetë. Po, e qartë. Për publikun. Realisht, pas ka pas një farë suksesit të mirë lojtari. Po mirë, cilat janë parimet bazë që i ndjek në çdo plan të stërvitjes, kur e bën? Parimet bazë, them individualizmi është seni parë, që çdo lojtar i ka ato specifikat e veta, historitë e veta, që duhet të miresh me çdo lojtar, se çfarë ka ai problem ose çfarë duhet të rrisim te ai lojtar. Këtu mund të merrem parasysh edhe lëndimet atij lojtarit, a ka lëndime apo s'ka lëndime, a ka ngecje dikon apo s'ka ngecje, dhe mbas asaj me caktu stërvitjen për atë lojtar që me arrit diçka më të me nxjerr më të mirën për atij. Me nxjerr më të mirën për atë lojtar. Pastaj progresioni, them që duhet patjetër me ditë gjatë javës sa ta rrisim dhe sa ta hulim intensitetin që të shmangemi lëndimeve. Dhe treta është patjetër rikuperimi. Aty jam, nëse nuk din ta bësh rikuperimin e mirë, shkojmë direkt te lëndimet, jam këtu strikt. Dhe çdo herë ju flas lojtarëve që të kanë kujdes edhe mbas stërvitjeve, që të pushojnë, të flejnë, të ushqehen mirë, dhe mundohem me kushtet e tona me akull në stërvitje që t'i bëjmë rekuperimet bashkë me mu. Përveç futbollistëve, a punon edhe me sportista nga disiplinat e tjera, apo me individ privat? Realisht, them drejtën, kam punuar edhe me disiplinat e tjera, po te futbolli e gjej vetin. Realisht jam shumë afër dhe jam i fokusuar në futboll, se ama e kanë edhe futbollerë më duket. Po.
Se për basketbolist, ose po. Këtë sportit ka pak, po, realisht kam lujt futbol deri në gjitha kategoritë, dhe them drejtën e gjej veten aty dhe kam qef me ndiku sa ma shumë se të sportistat e futbollit ndikon realisht edhe në ndikim ekipor, do me thonë, muj kam qasje me ndiku edhe të i gjithë ekipin, nëse unë i stërvis mirë, i pregatis mirë, do me thonë, vinë edhe rezultatet, a kupton? A ndjen lojtarët vetin më të lirë me ty, sa me treneri kryesor? Kjo është 100% po. Me mu krejt halët, krejt pyetjet, a jam sostava, nuk jam sostava, edhe plus, çka tha treneri, apo li për mu. Ajo pjesa oferit mos ta munove sot shumë. Atë kam. Do të thonë sa shkojnë stërvitje, prof mirdita ose mirëmëngjes, çka kemi sot për stërvitje? Çka ki pregadit? Këto janë pyetjet, po. Këto pyetjet janë. Ej, sa luçme në trenerin ton. Mabe lojt. Këto janë padyshim. E ka një fal lezeti, ajo. Është përgjithësi, ka shembuj lojtarët bien në pjesën e dytë, pranojmë golla, pastaj këtu duhet më bëj analizat pse bin këto golla në këtë minutë, a është çështja taktike, a është çështja kondicioni, ndalikohen këtë këto punë. Ç'është. Po si është të ardhmën e fitnessit sportiv në Maqedoni? Apo ecim me trendin e Evropës, apo ja kena kalu Evropës, kena dalë para? Shife, sa kam pas mundësi me pa në klubet evropiane ku kam qenën, jemi them larg, po kështu modest jemi 5 hapa larg atymve në aspekt shkaku që normal aty hynë edhe pjesa e buxhetit ekipor, infrastrukturës, gjitha këto hynë, po shof që ka trajnera të ri, ambicios, intereson për këtë punë, dhe besoj në 5 vitet e ardhshme do të ketë ndryshim drastik në çështjen e fizikut në ekipet elitare tek neve. E qartë. A planifikon të vazhdosh me licencë UEFA A fitness coach apo diçka më lartë në nivel evropian? Po, realisht kjo fush nuk ka fund, patjetër që tash për fat mirë kemi edhe në Maqedoninë e Veriut tash nga UEFA është e aprovuar licenca UEFA A që do ta ndjekë edhe atë licencë. Patjetër se realisht nuk ka fund kjo rrugë, du sa më shumë të profesionalizohem në këtë fushë, të ndjekë kurse evropiane, të specializoj dikun jashtë vendit për këto çështjet e fizikut, çështjet e fitnessit, dhe gjitha ato të vi një ditë patjetër ti aprovoj në vendin tim dhe shpresoj e më gjërë. Po, pse jo. Ferit, pyetjen e fundit e kam shumë interesant. Ti si trajner, fitness coach, çka mendon? Çka janë 3 veti që duhet mi pas një sportist për me pas sukses? Ka me qenë modest, unë e tham përveç se disciplina dhe disciplina. Shumë e fort kjo. Do me tham, pa disciplin, nuk mundemi mrenda natës më bo asnjëherë sportist. Kemi shembuj të mëdhoj që kemi shembuj tash mundemi t'i marri me emra sportista botror si janë Ronaldo, që natë e ditë, edhe pse i ka kaq vite, ai nuk ndalet, çdo ditë stërvitet, është shembuj për këtë rinin, them se
ushtron shumë më shumë se ato të rritë që i ka në stërvitje. Do me thonë, shkon 1 orë deri në 2 orë para stërvitjes, ushtron, pregaditet dhe mbas stërvitjes deli fundit dhe apet ushtron. Do me thonë, gjithçka është të ushtrimi, të ajo kontinuiteti dhe të profesionalizmi. Nëse nuk jeton dhe nuk i ke ambicjet serioze në jetë, është jo kot mundi, po këto janë të lidhta. Do me thonë, çdo punë nuk është punë vetëm te futbolli, nëse edhe në shkollë edhe në sfida tjera ku nuk ke disiplinë, s'mund të arrish në atë që e ki synim. E qartë. Feridun, falenderoj shumë që keve pjesë e podcastit Lamba Alaudinit. Ishte kënaqësi, muhabet, me bo ka kalu koha se ku marrë vesh. Shpresoj të të shohim edhe ne sa ma lartë e ma lartë me sukseset e tuja, e na bëj krenar pa mos. Faleminderit shumë prej teje, realisht edhe unë ndjeva tash, kur edhe në fillim, është intervista ime e parë, kështu që dal dhe kënaqësinë është të ta vaj me ty, ti shprej ato, të shkëmbejmë diçka nga për publikun që ta din çështjen e edhe rëndësinë e trajnerit kondicional në një ekip futbolli. Faleminderit shumë edhe një herë. S'ka pse gjithmonë. Për të mundësitë që jap trajnerave të ri dhe shoh sportistave të ri për me promovu veten. Gjithmonë derën qel, për çfarë do lloj suksese, për çfarë do lloj mendime, Lamba Alaudinit gjithmonë është e dhest. Shumë faleminderit. Kurse për në fund, neve nuk na metet sen tjetër me thonë për post të shihemi javën e radhës me mysafir të ri, e deri atëherë mirë mbetçi, kalofshi mirë, e bofshi një natë sa më të bukur e të qetë e të mirë. Bye bye.